Ndërsa sa i përket këtij libri që e ka një titull provokativ, e kujt është kjo kulturë, në këtë libër kam përfshirë një cikël studimesh të mia, të cilat lidhen me ato që quhen studime kulturore, që është një shkencë për kulturën dhe që ka një histori interesante të kësaj fushë. Nevoja e madhe ndër ne, pra ndër shqiptar, është që të studiohet kultura edhe një herë nga e para, me një fjalë të rishikohet, të riinterpretohet, sepse në periudha të ndryshme ka pasur dominant diskursi ideologjik edhe në interpretimin e saj. Keni parasysh periudhën e rilindjes kombëtare dhe romantizmit, kur ato vlera i kanë shërbyer një ideologji kombëtare të shtet ndërtimit edhe të konformimit, por që nuk ju kanë nështruar ndonjëherë në mënyrë sistematike një qasje kritike. Po ashtu kemi edhe periudhën e komunizmit, përkatësisht periudhën e marksizmit, si mënyrë të menduar, si botkuptim që ka qenë ekstremisht ideologjik, dhe që të gjitha studimet që janë bërë në këtë periudhë, paradigmen kryesore kanë pas ideologjike. Prandaj tash në një botë shqiptare të lirë, të kushte liberalizuar dhe mendimi, unë kam marrë të konstatimi që ka nevojë që gjithë kjo trashëgimi ajon kulturore të riinterpretohet me metodat e reja shkencore, të cilat japin mundësi që objekti, pra kultura, të shikohet nga konveshtrimet të ndryshme, të shikohen vlerat të reja të saj, cilat metodat e kaluara nuk i kanë parë, dhe të shihen edhe mangësit edhe dobësit, të cilat i ka pas, por janë zmadhuar nën thjerrëzën e ideologjisë. Një studius i njohur, Douglas Kellneri, që merret me studimet kulturore dhe studimet mediale, ka shprehë mendimin që studimet kulturore në përgjithësi duhet të ridizajnohen, pra të shikohen në një format të ri, dhe unë besoj dhe shpresoj që jam në trendin e këtyre arritjeve të reja të mendimit shkencor për të rishikuar në mënyrë kritike trashëgimin tonë kulturor.